Mbrëmjenës së martës, Egli Tako është surprizuar nga ishi i dashurisë saj Olsi Bylyku. Çuditërisht ai është shprehur se është mirënjohës për lidhjen me të, sikurse edhe banorja, e cila ka shprehur mirënjohjen për ish partnerin e saj. Themi çuditërisht pasi Egli e ka kërkuar një takim me Olsin kur janë ndarë, por ai i mbylli të gjitha shtigjet e komunikimit me të. Në fakt kam ardhur të them disa fjalë të bukura. Kam dashur të rri larg, por nuk kam mundur sepse njerëzit më kanë dërguar videot. Nuk befasohem nga argumenti se e di që e ke. Më ka befasuar loja dhe mirënjohja që ke treguar ndaj meje. Marrëdhënia jonë u bë më e madhe se ne. Ndarja jonë është një mesazh që ne gëzojmë respekt dhe mirënjohje. U shpreh Olsi. Ndërsa Egli ja kthen, e kam thënë edhe te kënga mirënjohje. Kam zgjedhur ta kem atë për suportin që më ke dhënë.